me kryetar degëve që janë kandidat vetë për kryetar komunale, që janë nominuar nga Drejtësia e Ndjesë Demokratike të Kosovës, dhe me kandidatët tjerë për kryetar komunale që nuk janë kryetar degëve, që i kemi ftuar bashkë të jenë zbashku sot me ne këtu. I kemi thirrur edhe media që kanë këtë pjesën hyrëse në mënyrë që kemi transparent për punën tonë ndaj publikut. Qëllimi i themelor është që sot bashkëbisedoj me ju lidhur me procesin e organizimit të zgjedhjeve lokale, të cilat pasojnë në datën 3 nëntor të këtij viti, për të siguruar që zgjedhjet jenë fair, zgjedhjet jenë demokratike, zgjedhjet jenë të rregullta, që të masovizojmë pjesëmarrjen e qytetarëve në zgjedhje dhe që të mundsojmë që të zhvillohet një proces zgjedhor i cili do të vendoset nga qytetarët e Republikës Kosovës, pra nga votuesit, dhe që rezultatet e zgjedhjeve të jenë rezultate të cilat do të jenë pranueshme për çdo subjekt politik, prandaj edhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ne jemi të interesuar që bashkë me ju sot bisedojmë lidhur me propozimet që do të bëhen nga degët, e cilat janë proces tani rreth listave zgjedhore, që do të dorëzojmë bashkë me emrat e juaj për certifikim në KQZ deri në datën 4 shtator të këtij viti, pra për këshilltar të kuvendeve komunale. Jemi të interesuar pashtu të bisedojmë lidhur me përbërjen e këtyre listave, me qëllim që të realizohet objektivat e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të programit politik të LDK-s, për t'ju dhënë vend mjaftuar krive dhe femrave, vend mjaftuar ekspertëve, bizniseve dhe gjithë atyre që do t'i kontribuonin në jetën më përmbajtësore në komunë, edhe një punë më përmbajtësore të kuvendeve komunale, dhe bashku që reflektimi i listave dhe i propozimeve tona tjetë reflektim cilin e presin qytetarët, e presin votuesit, dhe që ai reflektim të kontribuojë që Lidhja Demokratike të realizojë objektivat e saj. Ne dëshirojmë që rezultatet të cilat do t'i arrijmë në zgjedhje të jenë rezultate të premtimeve objektive që do t'i bëjnë kandidatët për kryetar degëve dhe degët e LDK-s, sepse nuk dëshirojmë që t'japim premtime të cilat ne nuk mund t'i realizojmë gjatë periudhës së ardhshme 4 vjeçare, por që ne plotësisht ta marrim përgjegjësinë për atë se çfarë ne ju premtojmë qytetarëve, si komunikojmë me qytetarët, dhe çfarë do të jetë publiku gjatë kësaj periudhe kohore. Për ne është me rëndësi themelore që në zgjedhjet sigurojmë një pjesëmarrje të madhe të qytetarëve, që zgjedhjet jenë demokratike, që zgjedhjet jenë të vëzhguara mirë, edhe nga vëzhguesit e brendshëm, edhe nga vëzhguesit ndërkombëtar, dhe që rezultatet që dalin nga këto zgjedhje të jenë rezultate me të cilat do të krenohemi edhe ne si Lidhje Demokratike, po do të krenohen edhe qytetarët e Republikës Kosovës, dhe do të jeni lloj pasaporte për proceset tona të integrimeve evropiane. Ju falenderoj juve. Kandidat për kryetar të Prishtinës apo do të emërohet të jetë kandidat i Prishtinës? Nuk ka ende një vendim për Prishtinën. Në vërtet kemi nominuar gjithë kandidatët për kryetar komune në gjithë territorin e Republikës Kosovës, ka ngel edhe Prishtina. Ne po bëjmë bisedat me degët, nëse Prishtina është pak më specifike, këtu kemi 5 degë dhe se kemi si në qytetet tjera në cilat kemi një degë, po përpiqemi që të mbyllim me kohë të gjitha bisedat me degët, që të diskutojmë përfundimisht problemin në kryesinë e LDK-s dhe besoj që brenda pak ditëve do t'japim edhe kandidatin për Prishtinë. Në sa komuna do të gavë LDK? Në të gjitha. Edhe në Nuk si kemi marrë propozimet e degëve, me që ne kemi ndarë punën në 3 faza, dhe ju e dini ashtu dhe kemi ndarë publike, janë kry 2 grupet e para dhe ka ngel Prishtina. Gjatë javës që vjen do të marrim propozimet dhe mendimin e degëve dhe pastaj do të diskutojmë.
thatë që në të gjitha përfshin edhe komunat në Edhe në Zubin Potak, për shembull. Kemi nominu kandidat. As Partia Demokratike nuk ka nominuar deputarin për Komunë Prishtinës, a do të thotë kjo që po prit një ata derisa dalim me një kandidat apo? Jo, pse s'ka të bëj kjo me... Ne kemi nominu të gjithë tjerë, kjo s'është garë për Prishtinën, është garë për të gjitha komunat. Pastaj PDK-ja ju e dini që s'është parti konkurrente e LDK-s në Prishtinë, s'është as parti e dytë. cila është konkurrenti juaj? Ku nuk është një konkurrent? Nuk s'do të ketë një gardë të madhe, besojmë ne, për Prishtinën ashtu siç thuhet ose si tentohet të konstruktohet. LDK-ja do të fitojë zgjedhjet lehtësisht edhe kësaj here. Zoti Shola, se është mundur në gjithë komunës llogarane se keni asnjë kandidat e femër përvojë. Është Me që ju vazhdimisht thoni se i promovoni femrat dhe Po, po. Se keni asnjë. këta kandidat në mbi 90% të rasteve janë rezultati konsensusit që kanë mri degët. Me thonë, ne s'kemi imponu kandidatura, vetëm i kemi diskutu, po qëndrimi i LDK-s i Këshillit Përgjithshëm dhe i Kryesisë është që me femra dhe me trit pasurohen më shumë listat për asamble komunale. Me që në këtë nuk... Mund promovohet më së miri, po kjo është një garë politike dhe këtu llogarit bëhen ndryshe. Kjo s'është çështje kuotash dhe promovimesh, ne jemi në garë që të fitojmë zgjedhjet dhe ne besojmë që strukturat tona për krahasit e LDK-s dhe qytetarët e dinë më së miri cili është ai i cili do të fitojë zgjedhjet. Për ata ne respektojmë. Vis me radhë, ju lutem. Do të kemi kryesueset listave, që do të jenë dhe kryesueset kuvendeve komunale. Do të kemi marrë vendim që në listat e LDK-s dhe në asamblet komunale të jenë më shumë se 30% përfaqësuara femna dhe trit. Ky është qëndrimi i LDK-s. Faleminderit. Se kemi besoj. Kjo është çështje e degëve, jo e kryesisë së LDK-s.